Zanatlit nuk futën test maturës, kërkon botë përveç të ne, kështu që këtu kemi një shkelje drastike drejtave të nxënësve shkollave profesionale, që praktikisht futën me një test që është akademik për gjimnaze, e që nuk është ashtu mirë, dhe praktikisht që nuk zbatohet plan programi që ata e mësojnë shkolla profesionale, ti s'mund të më pysh mu për diçka që s'ma ke mësu. Dhe kjo po ndodhet e ne. Kështu që si vjet pres, nëse aprovohet ligji dhe nëse për shembull ky kriter që thash për bllokimin e valit, për mos me mujt nxënës në përdor telefonin, do të arritë shumë besueshmëri e testit. Nëse për shembull nuk aplikohet, atë të kemi rezultatin sikur të vitin e kaluar, nuk do të kemi 7.000 në grupe tjerë për grupe sociale, por do të kemi edhe më shumë, edhe do të vazhdojë korrupsioni në sistemin arsimor. Kjo është korrupsioni i pastër dhe kjo s'na çon kërkun, kjo praktikisht na mashtron dhe mandej pisën ai tregon vendin ku jemi në fund. Nxënësit tonë nuk e meritojnë me qenë në fund, na kemi rini të shnosh, rini shumë të mirë, fajti kemi ne të rriturit që s'kemi bë kur gjë për pas sistem efikas arsimor që krijon vlerë shtesë. Sistemi jonë krijon vlerë shtesë. Pisa ka matë këte, pisa vlerëson sistemin arsimor, vlerëson kompetencat. Ne jemi treguar që nuk kemi kompetencë. Jo që fëmijët tonë nuk dinë, fëmijët tonë i dinë formulat me i përdorur, po me i zbaton praktikë kanë shumë vështirë. Për shembull, nuk vjaton formulën e Pitagoras me ditë, veç me ditë me shkruaj. Po nëse jepet një detyrë për shembull që kemi ndërtuar një palë shkallë që mos me taku kryt atje në tavan, tek atëherë do të me zbatu teoremin Pitagoras dhe me tregu që ki kompetencë. Çfarë është kompetencë? Zbatimi. Pra të zbatimin e qalojmë shumë, jo me fajin e fëmijëve. Po sistemi jonë arsimor e përdor teknikët për shembull sa për me zhvillu mësimin tradicional. Pra të ne PowerPoint ose aparatura tjera janë funksion të mësimit tradicionale. Në vërtet, në sisteme tjera efikase, digitalizimi përdoret për me rrit këtë efektin pedagogjiko-psikologjik të arsimit, edhe për një bëf fëmijë kompetent. Që ne endes jemi në atë shkallë, edhe pse kemi pajtohem që kemi një numër të mësuesve jashtëzakonisht mirë, por kjo është bërtham e vogël, dhe unë besoj që endes kemi atë masën kritike që me të vërtet me digitalizu arsimin edhe me bë arsimin të kapshëm për vitet që po jetojmë. Ne po jetojmë mileniumin e tretë. Kur gjë nuk ka shumë si çka që përpara.